Fest në Vlorë. Rikthimi i flamurtarit në Super League ka sjellë festë dhe entuziazëm në qytetin e Vlorës. Qindra sportashës vlonjat kanë pritur fillimisht skuadrën në hyrje të qytetit të Vlorës, ndërsa më pas skuadra është shoqëruar nga tifozët deri në Vlorë, aty ku festa ka vijuar edhe përpara stadiumit. Në Vlorë festa ka prekur qytetin, ndërsa tifozët kanë festuar gjatë për një rikthim që mungonte prej 5 vitesh për ekipin vlonjat. Festa ka vijuar gjatë me tifozët që janë bërë bashkë me lojtarët, ndërsa nuk ka munguar dhe drejtues të skuadrës, të surprizuar edhe futbollistët e flamurtarit, që kanë shprehur emocione për arritjen e objektivit dhe natyrisht festën në qytet. Shumë i lumtur se përveç se i detyroheshim gjithë ky qyteti, presidencës, gjithë tyre çunave, jem shumë i kënaqur, shumë i lumtur. Çfarë do me thënë kjo ngjitje për ekipin e flamurtarit? Shiko, kjo s'do të thotë asgjë se flamurtari, do me thënë Superligës si mungon flamurtarit. Kështu nuk do të thotë shumë, por që flamurtari nuk duhet të jetë më në këto ujëra që kanë udhëtuar këto kohë. Mendoj se Superliga është më e bukur me flamurtarin. Pas një kampionati gjatë, normal arritje objektivit edhe normal që jena gëzuar dhe do festojmë sot. Një mesazh për gjithë tifozët, si është kjo ngjitje për Vlorën? Ishte mundimshme? Faktikisht mas shumë viteve që kishte mungu Super League, normalisht është një gjë e mirë për sportin, një gjë e mirë edhe për vlonjat, një gjë e mirë edhe për ne. Jam shumë i lumtur. Kemi punuar shumë gjithë sezonin për këtë qëllim, të gjithë ekipin në Super League sa atje meriton. Ky ekip meriton të jetë në Super League. Një mesazh për gjithë tifozët sot. Kjo është për ata. Kjo këtu është për ata. Shumë i lumtur, kemi arritur një objektiv që ka qenë realisht shumë i vështirë, por gjithë kjo mund dhe sakrificë na është përblyer sot dhe ja kemi arritur që të çojmë këtë ekip me kaq shumë vlerë, me kaq shumë traditë aty ku i takon. Ke një mesazh tani për gjithë qytetarët e Vlorës? Përveç se ti falenderoj pafund për gjithë mbështetjen që na ka dhënë gjatë sezonit, asgjë tjetër kanë qenë të mrekullueshëm dhe e kemi ndjerë shumë mbështetjen dhe suportin e tyre. Erdha për këtë qëllim edhe ja arritëm, është emocioni, një ndër emocionet më të bukura. Si ndjen sot që flamurtari arriti objektivin? Është një ndër emocionet më të bukura si e thash edhe për golin që pra me Besën atëre. Janë emocione më të bukur kur fiton me ekipin e qytetit tënd. Ja dedikoj patjetër gjithë qytetit se ka merituar nga 5 vite, ka qenë sakrificë e madhe për gjithë, por që ja vleti në fund. Shqyrë tash flamurtari mos ta shohim më vetë ligë, çohi vetëm Superligën edhe vetëm në Europë. Patjetër që ndjehemi shumë të lumtur, pasi ishte një vit shumë i gjatë, i mbushur me shumë punë, shumë sakrificë. Edhe jemi shumë gëzuar që u arrit objektivi madhor për cilën u mlodhëm. Sa do me thënë për ju sot? Kjo për ne sot do thotë gjithçka pasi na u shpërblye një punë gjatë një viti shumë të lodhshëm. Edhe kjo ishte arritja jonë. Vlora në fest për arritjen e skuadrës vlonjate në Super League, aty ku mungonte prej shumë vitesh, një rikthim që ka sjellë entuziazëm dhe natyrisht fest në qytet dhe radhët e tifozërisë vlonjate.